Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në emisionet e televizionit Bojnë. Nëntori është muaj i ngjyrave të buta, i dritës që zbret ngadalë dhe i ndjenjave që marrin formë të re. Është periudha kur natyra bëhet vetë një pikturë dhe çdo ngjyrë mbar brenda saj një histori, një frymëzim apo edhe një kujtim. Në këtë atmosferë jeshte, në rubrikën intervistë sot do të flasim për artin, ngjyrat dhe për fuqinë e krijimtarisë që lind nga shpirti. E ftuara jon është Kaltrina Hoti, artiste vizuale nga Plava, e cila përmes pikturave të saj abstrakte sjell ndjesi, kujtime dhe emocione. Pasi ka kaluar më shumë se 3 dekada në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo është rikthyer në vendlindje ku vazhdon të afrojë artin me komunitetin dhe t'u jap frymëzim të rinjve. Sot do të flasim për rrugtimin e saj artistik, për frymëzimin që jep natyra, për sidhet e të qenit të artiste në një vend të vogël, por mbi të gjitha për mënyrën se si arti arrin të kthejë ndjesinë në ngjyrën në ndjenjë. Kaltrina, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën tonë dhe jeni sot këtu për të qenë më afër edhe shikuesët e televizionit Bojnë dhe për të ndarë më shumë mbi rrugtimin tuaj. Përshëndetje. Faleminderit për ftesë, është kënaqësi të jem këtu. Le ta nisim nga fillimi. Si nisi udhëtimi juaj me artin dhe pikturën? Arti ka qenë gjithmonë një zë i brendshëm i imi, një zë që nuk hesht, mirë po as si fati kam pasur që lidhshmëria ime me atë zë s'ka qenë e mundur të bëhet atyre kur kam dëshiruar unë. Kam pasur shumë pengesa, mirë po kur ika për Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëre u sfidova pak më tepër nga të gjitha aspekte dhe erdha deri në pozitë që unë të vendosi a dua të lidhem me atë zërin tim apo jo. Dhe e bëra. I zhduka të gjitha zvitat, pa më parasysh çka ishte, u lidha me zërin tim të mbrëmshëm dhe e shndrova atë zërin tim që flas në ngjyrë, në shprehjen e ndjenjave të pathëna, ndjenjave të ndaluara në pëlhur me fuqinë e ngjyrës. Po, cila ishte vepra juaj e parë që kujtoni ende sot dhe e ruani si kujtim? Nuk jam artist që lidhem shumë me pikturat e mia. Në fillim kuptohet jam shumë emocionale kur më vjen ai momenti dhe gjatë procesit kam shumë emocione, por kur e përfundoj nuk lidhem shumë. Piktura e parë në fakt ka qenë e quajtur Sold, shpirtat. Kom punuar atë pikturë në studion e profesorit Chuck Dihan dhe në atë kohë më kujtohet erdhen disa klientët e Chuck Dihani për të bler pikturën e tij, ai ka qenë western artist dhe ndodhi rastësi që shoqja e tij e pëlqente abstraktin dhe ajo pikturë ishte e përfunduar, po ende nuk ishte tërë si duhet. Mirë po ai insistonte me marr. Për këtë arsye edhe më ka mbetur në kujtim shitja e asaj pikturës në mënyrë të papritur, në mënyrë të paprigaditur më ka mbetur kështu në një kujtesë, ta kujtoj atë momentin. Do të thosh që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, kjo ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Teksas. Në mirë, do të thotë ju keni kaluar 3 dekada atje. Si ka ndikuar ajo përvojë në formimin tuaj si artiste, por edhe si grua? Si grua më ka mësuar të jem e fuqishme dhe unë vetë të vendoj kufit për veten time. Si artiste më ka mësuar që të jam në gjendje si artiste mos të kryoj kufizime, do me thonë mos të ekzistoj si artiste, po të jam artiste, të dal prej kornizave. Unë kam qenë me rrethuar gjatë procesit tim të zhvillimit si artiste gjithmonë në një atmosferë të artistave western.
Domethënë kam qenë e vetmja aty me abstrakt. Binem në fillim ishe pak vështirë, kishte komente, mirë po ata më pranuan aq bukur dhe mund të them që ka pas një ndikim shumë të mirë, domethënë që nga fillimi jam sfiduar në një atmosferë kur nuk ju kom përshtat të tjerëve, por ka mbetur ajo që janë dhe ata më pranuan ashtu siç jam. Keni pasur mundësi të ekspozoni apo të bashkëpunoni me artistë të tjerë gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, më shumë t'i kam pasur në Texas, në Florid, atëre 3 vitet e fundit para se vendosa të kthehem isha në New York. Nuk ka qenë edhe shumë vështirë për mu lidh me artistat të tjerë apo me galeritë, eksesi për ekspozuar për arsye se kisha krahun e fortë të profesorit Chuck Dihan. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Sikur të jesh në një oqean të kulturave të ndryshme, ti noton, përjeton gjëra të bukura, mirë po aq sa ishin të bukura, u shndroshin në sfida. Po si janë pritur veprat tuaja atje nga publiku? Po si të them, unë besoj që jam pritur mirë, për një kohë shumë të shkurtë janë bërë disa blerje të jashtëzakonshme them unë, se isha ende në vitet e para, kështu që kanë mbetur piktura në New York, Manhattan, në një area që janë të njohur art collectors, kanë mbetur në për shtete tjera të Amerikës. Jem pritur shumë mirë me mendimin tim në bazë të njohjes, pak edhe se në bazë të shitjes kuptohet, mirë po në atë kohë kur unë është dashur ta përforcoj ato hapat e sigurta që i kisha, unë vendosa të kthehemi. Mirë, do ndalim pas pak edhe tek kjo pjesa, por kur jetoni larg vendlindjes, arti shpesh bëhet ura që lidh kujtesën me origjinën. Ka qenë kështu edhe për ju? Do të thotë me vendlindjen? Po. Ndryshe pikturoj këtu, ndryshe pikturoj atje. Atje ka qenë unë për shembull si individ kur isha në ndonjë event, në ndonjë qoftë ajo ekspozitja ime apo e artisti tjetër, e shifsha në mes të energjisë të njerëzve një lidhshmëri aq të bukur që më mungonte mua, sado që unë mundojsha t'i përshtatem edhe pse dija gjuhën, ishte ajo mungesa, një shprastin. Pilim ai ishte një nga arsyet ma vonë që fillova të mendoj ngadalë për çështjen e kthimit. Nuk është e njëjtë sikur të jesh një artist, edhe pse të gjithë artistat ndrojnë të jenë në perëndim diku. Po për vete po flas, për mua, në mënyrën si jam unë, ajo nuk ka gjesh si shpirtërore dhe pikturat zakonisht atje i kam shprehur mungesën e adheut, mungesën e njeriu tim, mungesën e gjuhës, mungesën e fëmirisë, domethënë ka qenë totalisht ngjyra tjera, mënyra e shprehjes abstrakte ka qenë tjetër. Kurse tash këtu jam duke pikturuar ajo që më rrethon dhe ndikimi i ambientit që më rrethon, edhe arti është bë, këtu e kam artin të them më të ashpër, më të egër, më rebel që të them, kurse atje ka qenë më i qetë, atje ka qenë vetëm jam e përmadhuar dhe ngjyrat e shprehin atë ndjenjen time, apo nganjëherë, jo nganjëherë, por shpesh kur takoj njerëzit dhe i shoh që mbartin me vete ndonjë plak, në mërgat po flas për adheun, i marr ato brengat për ballit të tyre dhe i shndroj në ndjenjat në pëlhur. Do të thotë ka ndikuar Shtetet e Bashkuara. Dhe pas shumë vitesh jashtë vendit keni vendosur të ktheheni në plam. Çfarë ishte ajo që ju ka shtyrë pikërisht drejt këtij vendimi? Shpirti kërkon të rrinjët dhe
unë personalisht si e shikoj jetën në përgjithësi, në jetë nuk duhet gjithmonë me marrë, por me dhanë. Unë isha 2 herë si në vizitë para se me marrë vendimin përfundimtar dhe e ndjeva veten sikur do të ishte më e rëndësishme për mua të kthehem, të bëhem një artiste në vendlindjen time, sesa të vazhdoj atje edhe pse kisha opportunity edhe raste të mira për të vazhduar. Por ajo nuk më mashtroi. Shpirti, zemra ishin ma shumë ngreshin ka rënjet. So ishte kërkesa E brendshme, po. Qetësisë shpirtërore të them. Dhe si ishte ndjesia e parë kur u kthyet pas 32 vitesh? Ju duk gjithçka e njëjtë apo edhe kishin ndryshuar gjërat? Çdo gjë e njëjtë, jo. Çdo gjë kishte ndryshuar, por çdo gjë ishte e njëjtë. Në fillim e ushqeva syrin. Kërkoja lagjet, njerëzit, kërkoja kujtimet e fëmirisë, të gjitha ato që më kanë mbajtur të fortë. Por mbas asaj, kur shpirti filloi të kërkon atë ushqimin e vet, atëre ishte shumë vështirë. Edhe sot është vështirë, edhe në këtë moment është vështirë. Është tepër vështirë. Katrina, ju keni galerinë e artit që keni krijuar do të thotë në Hot të Plavës. Si lindi ideja dhe cili është misioni i saj? Mbasi u ktheva me dëshirë që të vazhdoj karrierën time artistike në vendlindje, kur e pash që vendi im, Hoti i Kujit, ishte i haruar plotësisht nga të gjithë përpos nga Perëndia, më erdhi ideja që ta bëj galerinë në Hot. Është bjeshk, domethënë lartësia mbi detare 1500 plus. Qëllimi ishte që unë do të punoja aty, mirë po është ashtu e aranxume që me pas takime me fëmijët, me punu me fëmijët, se është shumë, më vjen shumë keq, por e realiteti është që te ne kishte ende fëmijë që nuk dishin kush është Skënderbeu, kishin fëmijë që nuk e flisnin gjuhën mirë, shqipen, e shumë tjera që të gjithë janë të njohur. Dhe arti për mua më duk si një mënyrë nëpërmes të lojës, kontaktit me fëmijë, nëpërmes të ngjyrave ta shkruajna alfabetin, nëpërmes të ngjyrave ta mësojmë historinë. Mirë po, nuk u realizu plotësisht ëndra ime. Unë hala jam duke vazhduar personalisht për veten time, unë punoj e krejt. Mirë po, nuk ishte përkraje nga komuna, nuk ishte përkraje nga ministri, për ato projekte që unë dëshiroja të bëja, që do të kishin ndikim të madh në ruajtjen e kulturës dhe identitetit të shqiptarëve që kanë mbetur në Plavë. Kur them Plavë, përfshin Hotin e Kujit e ato. Po sa i përket banorëve, si u pritën nga ta? Shiko, vendi i vogël sikur Plava, mandej vendi i vogël sikur Hoti i Kujit, ata si njeriu më pritën mirë, po kur më shiqojnë aspektin artistik, nuk më kuptojnë dhe çuditen pse bëj çka bëj. Sidomos në drejtimin që e kam të artit, mirë po unë kam qenë e përgatitur për atë. Unë e kam ditur që nuk do ta kuptojnë artin tim, por ajo bashkë përkundrazi më ka frymëzuar që unë të vazhdoj. Edhe të ecësh më shumë. Për shkak të kushteve, se në Hot rruga është tash kemi asfalt deri diku, po para saj rruga ka qenë shumë e keqe. Dhe ishte rrezik edhe vetë ne hotian kur dilshim nalt. Dhe nuk musha me bo ato kontakte që kisha ndërmen me fëmijën në Hot, dhe 2 vite vendosa zbrita në Plavë. Jo me galeri, po vetëm e gjeta një hapësirë aty edhe punojsha me fëmijë në Plavë. E them këtë për të thënë këtë. Njerëzit ndoshta nuk munden me prit një artist abstrakt me, si të them,
me ngrohësi sa i përket artit. Mirë, por çka kam vërejt une, fëmit të plavës, që do thot prej hodit apo rrethinës plavës, kjo gjenerate re, jam të folë për, kom punu me grupin e shkollës fillore, dhe ka qenë një grup i vogël i shkollës mesme. Ata mezis presin të hapen një dritare e re, mezis presin të notojnë ato ngjyra. Unë kom pas rast që një fëmijë, një vajzë ishte në klasën e 7, më duket, po. Ajo ishte e gatshme me abstrakte, postmoderne, çfarë do aspekti, ajo vetë në atë moshë më erdhi çudi që nuk ishte interesuar me vizatu një dritare si fëmijë të tjerë, po ajo shkueke tepër drejt shpirti i saj tepër to në abstrakt. Më thonë gjeneratat e reja janë gati. E gjeneratat ma vjetra kuptohet, nuk e kam mësu syrin me pa në atë formë artin. Por që ka shpresa që rinia ta mbajnë gjallë artin, të vazhdojnë ta mbajnë. Ka shpresa nëse kanë përkraje, po as fëmijët nuk kanë përkraje. Plava është, më falë që ndoshta do dal tash pak prej temës së artit, por dua të them këtë. Plava është një kurban politik. Pse? Nuk e di, por do del ajo dikur. Në plavë bëhen aktivitetet në thojza, them. Pse e them në thojza? Se aktivitetet në plavë nuk janë duke përfshirë të gjitha pakicat për mi mbledh njerëzit e për mu njoft, se njerëzit nëpërmes të kulturave të ndryshme e njohin njëri tjetrin dhe në atë mënyrë mund të bashkëpunojnë më shumë, mund të zhvillojnë dhe mund të përparojnë. E në plavë nuk ndodh që gjeneratave të reja të frymëzohen për ndonjë drejtim, qoftë muzika, arta, letërsi. Çdo gjë është bërë sikur lojë politike. Një aktivitet bëhet edhe ftohen për shembull pakicat shqiptare sa për me thënë se kanë të obligume, a ka ndryshime që janë ata prezent, a ka ndonjë dikim? Jo. Domethënë ajo shumë edhe pse po flas tash pikërisht për pakicën shqiptare, po ajo është keq edhe për pakica tjera. Nëse jemi në një vend të jetuar bashk, nëse nuk lidhemi nëpërmes kulturës dhe të fillojmë ta shprehim atë që e kemi në realitet, atëre kot jemi, vetëm jemi duke ekzistuar, asgjë tjetër. Ju keni qenë pjesë të disa ekspozitave në vitet e fundit, do thotë sa i përket vendeve të ndryshme. Si ndiheni sa herë që publiku përballet me veprat tuaja për herë të parë? Takimi i shikuesve me pikturat e mia është ajo që më frymëzon të vazhdoj me tepsje, më tutje. Në shumtë në rasteve, shprehjet e shikuesve të pikturës time janë kurioztare, ose çuditën, dikush edhe thotë çka është kjo, nuk më pëlqen, dikush thot më pëlqen, po të gjitha ato komentet e vërtetojnë që unë e kam arrit qëllimin tim. Se që si artiste qëllimi im kryesor është që shikuesi kur e shikon pikturën t'i zgjohet një ndjenjë, qoftë e mirë, qoftë pozitive a negative s'është me rëndësi, po zgjimi i ndjenjes. Edhe unë atë e kam arrit dhe jam shumë është sikur një lojë për mua. E shikoj, okay, kësaj radhe ka më shumë në këtë aspekt, në atë aspekt, po në përgjithësi është takimi i shikuesit me pikturën time është vazhdimshmëria e pikturës që ende s'ka filluar. Qartë. Keni ndonjë moment që do ndani me ne nga ekspozitat? Po të gjitha ekspozitat mund të them kanë qenë shumë personalisht mund të them kam qenë gjithmonë e kënaqur edhe me pritjen edhe nuk kam ndonjë kështu të veçantë të them. Kemi këto që i bojna me grupet, din këtu ekspozitat në për kolonie se edhe ato janë pak ma të relaksume, ato i pëlqej se takohemi artistat me artistat,
zhvillohet, aty më shumë ti zhvillohet ajo fryma e vërtetë e artit. Ato kisha dëshirë me i përmend. Çdo art koloni e ka peshën e vet, vlerën e vet. Mirë po e keqja e këtyve art kolonive është se e kam vërejtur që në mënyrë indirekte edhe ne po bëhemi vegël e politikanëve. Meqense është kjo një temë pak ma tjetër, por do shta dikujt do t'i vjen në vesh këtë fjalë që e them. Është mëkat që artisti të shfrytëzohet në atë mënyrë. Dhe nuk është në rregull. Po, të kthehemi pak sa tani edhe tek muaji nëntori, do thotë duke qenë se është muaji atyre ngjyrave, do thotë ku ndryshohet stina. A ndikon kjo për ju në mënyrën se si ju krijoni? Njeriu nëse nuk është i lidhur me natyrën, ai nuk është duke jetuar. Sidomos në botën tonë artistike, çdo ngjyrë, ndryshimi i ngjyrave në natyrë, çdo shi, çdo frymë, çdo gjë ndikon. Te une, ky muaj është gjithmonë që unë më shumë të e përdori ngjyrën e kuqe dhe të kaltërt, kështu që në këtë periudhë të kohës, ato dy ngjyra janë gjithmonë në fuqi më të madhe. Ngjyra e kuqe e jetës dhe e kaltërt e qetësisë, domethënë përzierja e atyre, dhe kështu ne mbetem midis tyre. Kanë një kuptim të veçantë ato ngjyra për ju? Po, për mua tash personalisht, çdo artist e shikon, e përjeton artin në mënyrën e vet, i ka arsyet pse është lidhur me art. Për mua ngjyra e kuqe është ngjyra që i ka të gjitha elementet e jetës. Është edhe gëzim, edhe si them ngjyra e kuqe e gëzimit, e dashurisë, e rrezikut, kurse e kaltërta është një heshtje, një qetësi, një paqje. Domethënë, edhe shpesh kam qef këto të ballafaqohen bashkë në pëlhur. Për të shpërndarë. Interesante. Në përshkrimin e veprave tuaja thotë se mendimi shndrohet në ndjenjë dhe ndjenja në lëvizje ngjyrash. Si ndodh ky proces? Shiko, asnjë pikturë nuk mundesh mu çun mëngjes, me hangër mëngjes, me thonë që po shkoj me pikturë, a kupton? Ndjenjat vijnë pa pritur në momente të pa të përgatitura edhe nga një herë, dhe me thonë vjen ndjenja, dhe ajo ndjenja kur vjen, atëre shndrohet në mendim. Vrej mendimit, atëre vjen ai vulkani i brendshëm, që artisti fillon të sfidohet me ngjyra, me pëlhur, derisa e arrin atë qëllimin, meqense është shumë vështirë gjithmonë me arrit atë që e shohim ne në kokë, është e pamundur. Por e bëjmë deri aty që mund t'i themi, ok, e ndjej veten që të ndalë. Dhe ndalemi. Do thotë kjo është e mira, por do thotë frymëzimin e gjeni tek ajo ndjenja e brendshme apo jo? E brendshme patjetër, ndjenja, mendimi dhe pastaj sfida për të krijuar. Mirë, sfidat më të mëdha që keni hasur si artiste, por ndoshta do t'jetë edhe ajo që folet pak më herët. Sfida më e madhe si artiste është tash në kohën prezente. Unë jam kthyer në vendlinjen time për t'i dhënë diçka vendlinjes time, nga ana ime personale, por edhe si njeri që jam. Sfida më e madhe është si të mbetem kjo që jam, pa ju përshtat këtij ambientit që me plot të drejtë jep i vetes të them e korruptume. Unë prap tash po e përmendi këtë temë, mos të ofendohen asnjë politikan që dëgjojnë apo njerëz të tjerë. Është sfidë e madhe për artistin kur punon, mundohet, e sistemi e largon, ja ndërpren vullnetin mu personalisht smuret me ma ndërprej, por
qëllimet e bukura, kultura, arti janë gjërat që i bëjnë njerëzit të buzëqeshin, jeta të jetë më e lumtur. Dhe sistemi këtu, për shembull Ministria e Kulturës, këto fondet që japin për pakica. 2 vitet e funda nuk aplikoj më, sepse thjesht e kam shpallur që ata ishin sikur një pazar. Atje po duvka me shku edhe ma ka thënë një person, po emrat nuk i përmendi, për me mullzu mua si mi marë projektet më letë, thot, tosh me ditë qysh me bo pazar në pazar. Edhe kur e pash në çfarë aspekti po mfletaj mua, atëherë 2 vitet e fundit s'kam aplikuar, por është një mëkat, mas pare prej politikanëve, pastaj prej Ministrisë së Kulturës, që nuk lejojnë artistat që dëshirojnë të japin, të ndikojnë pozitivisht në të gjitha aspektet të një vendit për me qenë më mirë, ata janë duke penguar, janë tepër të korruptuar, dhe ajo nuk është e drejtë. Do të thotë kështu në përgjithësi, mendoni se artistët kanë mbështetje nga institucionet dhe publiku? Fare. Janë të zgjedhur. Janë të zgjedhur, kush ka në një, praptem, unë e di që jam ftuar këtu si artiste, edhe faleminderit shumë, por edhe arti më herët më pyetet çfarë ndikimi ka. Arti im tash për tash është duke bërtit, nuk është duke folur, nuk është duke përshpërit mesazhet, është duke bërtit deri kur, pse dhe çka bëhet ajo që bëhet. Tash unë flas nga eksperienca ime që e kam në plavë dhe në hot. Sistemi i qeverisë të Malit Zi, kur e them atë, e përfshi me të ministrisë e të gjitha të tjera, nuk janë duke, ata mas pari janë tu e përshtat njeriun e thjesht që kemi jo më të flasim për artin. Edhe opet po them, po jepi liri vetes, pa ma parasysh kush do t'i dhënohet ajo. Artistat, i mbledhen një numër të artistave, kjo është ajo që them unë është është vegël politike. Në më thonë, filani, do t'i merë 20 deri 30.000 euro për shembull. Do t'i mbledh 20 artista, do t'i ushqen, do t'i jep materialin, 5% kam jarxhu ndoshta prej asaj që e ka marrë, tjerat e shtin xhep. Çka është ajo? Ashtu nuk përkrahet artisti. Në çfarë mendoni se do duhet të bëjnë në këtë aspekt? Për artistat, mas parish dosh me qenë një sikur fondacion ta quaj, ku të mblidhen të gjithë artistat. Tash ti po flasim për Malin e Zi, po? Po. Ku janë të gjithë artistat, pa ma parasysh nacionaliteti e tjera, pa ma parasysh çfarë nivelit shkollimit kanë bo, duhet të jenë në një qerë, si të them. Dhe Ministria e Malit të Zi të ketë buxhetin e ndarë posaçërisht për këtë, e ato pare si të shfrytëzohen do të jenë në mbretësi të artistëve, që artisti do të ketë, për shembull, po flasim me shembullin. Jemi 50 artista. Okej. Tavolina e rumbullakt. Artistat vetë vendosin me atë buxhet për shembull që është dhënë prej qeverisë, ku do të shkojnë? A do të shkojnë diku jashtë në Ballkan apo diku më larg, me grupe jo kuptos mundën për njerë të gjithë me shku, po e bojnë ata planin e vetë. Dhe shku për du me thonë, ata t'i kenë në dur të veglat e tyre, si të promovohet arti, e jo një person që nuk din çka është arti, apo këta politikan që po krijojnë këto eventat, edhe ne vetëm si vegë, ne knaqemi. Artistat kur takohen me artistat, ne gjithmonë, bota jonë është gjithmonë e bukur. Neve gjithmonë shndron dielli, ne gjithmonë kena lule për rreth. Por është puna që duhet
arti kërkon vazhdimisht ndryshime, to growth, Me u rrit, po. më u rrit. Jo të mbetemi, këtë e bojna çdo vit, këtë teme kemi çdo vit, me këtë do të përsëritje monotone. Duhet më shumë challenge mi dhonë artistit. Jetë. Po me këtë sistem asesi jo. Po, si është të jesh grua në botën e artit, apo do jetë të njëjta gjë, se mendova t'ju pyes nëse keni ndjerë ndonjëherë ndoshta se duhej të luftonit më shumë për të njëjtin vlerësi, apo të e ndërlidhni me këtë që thatë më parë. Po. E kam një shprehje që them unë, pa ma parasysh në çfarë kohe jetojmë, kush sundon, cila fuqi. Femra është gjithmonë në peshore, është gjithmonë duke u gjykuar për të mirë a për të keqe. Në art të jesh femër, duhesh me qenë tepër e fortë, kokforte, ti dish kufit e tu, edhe si e thash më herët, ta sigurosh që mos me pas nevojë ti me marrë leje për të ekzistuar. Por ti ekziston jashtë kornizës, edhe nuk lejon askush të thotë stop, nuk bon kjo me bon kjo. Ka shumë raste që ka provokime, ka vlerësime që thua ti, por shkurt femra duhet me kon tepër e fort. E sidomos kur je në zonën ku jetoj unë, për shembull, Por a ka ndryshuar kjo në vitet e fundit? Pas pak. Në Plav jo. Në Plav jo. Unë për shembull kam qenë musafire juaj këtu në Tuzë disa herë. Këtu është një tjetër ambient. Këtu keni rinin shumë të shëndosh, ja keni hap edhe dritaren edhe derën, keni aktivitetet të shumta. Bilim në një rast kam qenë ftuar si gjyqtaret me vlerësu, juristën parë. Unë e knaqna kur vinë Tuzë. Se në Tuzë edhe femra shiqot pak ma mirë se në Plav, po flas me eksperiencën në Plav. Edhe fëmijët janë të orientuar për me prek atë panjohurën. Kurse në Plav jo. Në Plav jo, nuk e di. Unë ende pyetëm, e bire me kom bo një piktur që ta përshkruaj pakës. Po, vajtë. Pse e kam bërë ashtu? Qaq më jep ndjenje të vështirë dhe vendosa, i mora ngjyrat e akrilikut, i shpërndava në për hur, por para se të terën, ato mund të iqen prej pëlhurës, edhe ngadale i largova edhe i bona sikur një top. Dhe më thonë, ngjyrat akrilike, që ishte sikur përzierja ngjyrave gati si të ylberit, i largova nga pëlhura, për të thënë, kur arti nuk vlerësohet, nuk punohet me art, dhe politika përzihet në art, as ngjyrat nuk rrinë në pëlhurë. Çaj është ndjenja më e fortë që mund të shprehem si duket, si ndihet. Po Plava është pikpyetje e madhe në shumë aspekte, për pos artit edhe për sidomos pakicën shqiptare. Mua, për shkak të gjendjes që është Plava, mua më duhet me humb kohën timen, që një pjesë të kohës time e humbi me temat primitive. Në Plav, për mos me hi shumë thellë në probleme, se s'disa e keni programin, për shembull në Plav, fjala e ministrit për pakica nuk peshon, nuk ka vlerë. Mundet ministri pakicave me i qu komunës Plavës për ndonjë çështje, letër apo diçka, ajo s'peshon. Pra mendon një komuna që vogël, pas paresia për mendimin e ministrit të pakicave.
sa i përket për këto grupe që përmendëm më herët për Kolonin e artistëve? Jo, për pakicat për projektit, për fondet për pakicat. Në Plavë i vjen filani merr për shembull, tash po gjuaj një numër, 5.000 euro për me kriju një film për të ruajtur kulturën e pakicës shqiptare, a njeri ku nuk e bën, paret i ka marrë dhe vazhdon. Më thënë, Plavë asgjë nuk funksionon si duhet. Mirë po, kur bon këto takimet, po çdo gjë është në rregull. Si janë shqiptarë në Plavë, shumë mirë. Ministria e Kulturës e kemi organizu këtë, po e kemi organizu, si është puna mirë është, po kemi një a dy shqiptarë kanë ardhe, me thënë nuk është mirë, fare nuk është mirë. Edhe shumë stresuese, unë si artiste, e kum hap galerin në hot, më është dasht me lidh rrymën, kuptohet, është 2025, ta mund është ti me jetu pa internet, pa rrymë, pa rrugë, dhe unë e pres që 5 vite tash për një kontratë të rrymës. Të me thonë, jam e vetmja në shtetase e Malit të Zi që pret me marrë kontratë nga distribucioni i rrymës, 5 vjetë, i vetë një shpjegim muhet me qenë, jam femër shqiptare. Më thonë, këtu po flasim për diskriminimin e femrës shqiptare. A reagon dikush prej partive shqiptare? Jo. A reagon ministri për pakica? Jo. Të me thonë, kjo ishte vetëm një rast që ta tregova. Edhe më herët që e përmenda për përdorimin e artistave si Vegël, por prap them, me shku në Podgoricë është tjetër çka, me shku në Ulqinë është tjetër çka, me shku në Tuzë është tjetër çka. Po Plava ka mbet, s'po di si me shpreh më mirë se si që them gjithmonë, kur ban politik, aty një ditë do të shpërthen diçka, do del një e vërtet, çka është puna, si është puna, po mua më dhimbet që unë jam duke përjetuar vdekjen e njeriu tim për zgjalli. Do me thonë, e shoh njeriu, e ka zemrën, e ka shpirtin, por është i vdekur. Edhe të gjithë e shohin, të gjithë e din, e kush kishtin se livrit. Një bisedë me të vërtetë shumë e ndjeshme, dhe shpresojmë që pas kësaj bisede, pas kësaj interviste, gjërat të ndryshojnë për mirë. Po, jeni duke punuar për ndonjë cikël të ri të veprash? Po. Ndoshta mos e lejoni që të vdes sa i shpirti artistit. Arti vazhdon, shiko, sa ma shumë sfidom, unë e ma shumë frymëzom. Ajo është e vetmja anë pozitive prej të gjithë këtyre që i them. Unë nuk ndalem, a pikturoj me dritë natyrale, a me fener, jo, nuk ndalem. Në fakt, tash jam duke përgatitur një cikël ku do të flet vetëm si e imagjinoj unë duhet me qenë. Dhe ndoshta në atë mënyrë do të tërheqet atrakcionin e energjisë pozitive. Por, me lejen tënde, dua të them që në Plavë duhet partitë politike të koncentrohen. Se qysh për fillimi kur ka marrë, po bilem edhe sot, po e përdori këtë fjallën shpesh, po ashtu e kemi na tanë. Ku do që të shkojnë? E Plavës? Po. Hoti? Nuk e din ku është Hoti. E dyta, a ka shqiptar aty? A flasin shqip njerëzit? Ajo është një ofindim. Për mu personalisht, që unë duhet me përbi, edhe me pas mirë kuptim pse ata njerëzit më pyetin pyetjet. Po jemi në atë gjendje për shkak të politikanëve. Dhe politikanë tonë duhet të koncentrohen, të punojnë për popullin, e jo për karikat. E kam thënë edhe këtë për politikanët, nëse e humbin Plavën, e sidomos nëse e humbin Hotin,
janë duke bërë mëkat ndaj historisë tonë kombëtare. Prandaj shpresoj që do të zgjohen dhe do të marrin masat. Unë jam aty me punu vullnetarisht, edhe me fëmijët, edhe me të mëdhej. Unë jam aty me dhonë frymë në çfarëdo aspekti artistik, mi kanë lidhë durt. Unë muj me punu vetëm atë sa e kam buxhetin. Mirë po, nuk e kam une aq buxhetin e madh me ato ëndrat që i kam. Me pak përkraje nga sistemi, nga Ministria e Kulturës, e nuk jem duke folur këtu për promovimin, me thonë individual, po bëjmë promovimin e artistave shqiptar. Këtu jemi të folë përgjithësi që arti të shpërthen, arti t'i bashkon njerëzit, arti t'i sjell njerëzit në pozitë, me thonë, tash të kuptoj, se më herët e thash, vetëm nëpërmes kulturës ne mund të kuptohemi më mirë me të tjerë, dhe kur kuptohet ka më pak përçarje, ka më shumë bashkëpunime. Domethënë arti është shumë i rëndësishëm për ekzistencën e botës. Qartë. Dhe për fund, cili do ishte mesazhi juaj për të rinjt që kanë pasion artin, por shpesh hezitojnë të ndjekin rrugën e tyre? E kam vërejë që talente ka shumë, si thash më herët. Njerëzit hezitojnë se nuk ka pare, leka, si të them aty. Arti është një dhunti, unë i kisha thonë që mos të lejojnë ta humbin nëse është dikush i frymzuar me art, të vazhdon pa më parasysh atë do të ketë fitim ajo, mos ta marrin artin si një vegër për të bëhe famshme, çapo di unë pasanike. Arti krijohet për njerëzit e tjerë, së pari për të qetësuar shpirtin e kushdo që është, dhe arti gjithmonë krijohet për të tjerë. Prandaj vazhdoni, ku me di çka keni përpara, mos e lejoni, se arti është pulsi i ekzistencës. Atëherë mua mbetet ju falenderoj për këtë bisedë shumë të ndjeshme. Uroj që përkrahja në të ardhmen mos të mungojë asnjëherë dhe ju uroj shumë sukses sepse jo të jemi në një ekspozitë të radhës tuaj. Faleminderit shumë, ishte nder. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen. Mirupafshim në emisione tjera.